Ndalim pak në Bosnjë, duket se tashmë është futur në dy zgjidhje. O Dodik dhe ndarja e Bosnjës, ose Bosnja qëndron siç është dhe Dodik nuk do t'jetë më në skenën politike. Sakt, në Bosnjë ndodhemi pikërisht para kësaj alternative. Megjithatë, Dodik nuk mund të ecë vetëm. Në rast se do të ecte Dodiku, atëherë krejtësisht e natyrshme do të ishte pritja edhe e ecjes së Vučićit. Por keni vënë re një fenomen, ka 3-4 muaj, perëndimi nuk ka lëshuar gati thujse asnjë deklaratë mbështetëse për protestat në Serbi. Ndërkaq pas nënshkrimit të marrëveshjes mes trepalshe mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, vringëllimit të armëve nga ana e Vučićit, pati një impenjim të shkurtër në Beograd për të qetësuar Vučićin nga ana e NATO-s. Dhe në një mënyrë ose në tjetër, sërish u trajtua si faktor paqbërës Vučići, respektivisht si garantues i paqes në rajon. Për aq kohë sa ka një lojë të kësaj natyre, mund pritet fare lehtë që Republika Srpska në Bosnjë të jetë faktori destabilizues numër 1 gjithsesi, por disi një kopje e Krimes së vitit 2014. Në vitin 2014, perëndimi kishte një mungesë totale të agjendës gjeopolitike në raport me Ukrainën dhe u hesht okupimi i Krimes nga ana e Rusisë, sigur u të mirë në fakt ai akt, duke shpresuar se me aq apetitet e Putinit do të ngopeshin. Por jo, nuk ndodhi një diçka e tillë. Në rastin konkret, te Republika Srpska, tashmë janë hedhur hapa drejt secesionit të plot, ata kanë aprovuar një draft kushtetutë të re, kanë nxjerrë udhëzime, ligje të reja që e bëjnë gati thjesht inekzistent prezencën e federatës atje, sistemit federal. Dhe rruga drejt shkputjes formale të Republikës Sërbe tashmë është hapur. Nuk është çështje më thjesht vetëm e Dodikut, është qëndrimi i Beogradit. Po ecet drejt realizimit të asaj platformës politike që Serbia e pat aprovuar në qershorin e vitit të kaluar në Beograd, në ta ashtu quajturin Kuvendi i Madh Serb, nëse e kuptoj, por ka dy gjëra. E para, ka nga ata ekspert apo analist që mendojnë, po referohem ekspertëve ndërkombëtar, që mendojnë se pas protestave që po vazhdojnë në Beograd, pas asaj që po ndodh në Bosnjë, mund të jetë edhe dora e Rusisë për ta mbajtur në tension këtë rajon, ndërkohë që mundohet të marrë sa më shumë nga Ukraina. Nga ana tjetër, mund të aludohet që mund të jetë edhe një zgjidhje e kontrolluar ajo e Bosnjës, duke parë se si po shkon situata dhe se si është pak e vështirë që mënyrën se si u ndërtua shteti i Bosnjë-Hercegovinës të vazhdojë të funksionojë dhe të bashkëjetojnë sikur asgjë nuk ka ndodhur, dhe me atë zgjidhje të japin edhe një zgjidhje më të gjerë gjithë rajonit që të mbyllin ato përplasje kryesisht që ndodhin me Kosovën. Pra jep Republika Srpska mbyll historinë e Kosovës, për ta thënë kështu shkurt me fjali. Po Esmeralda, është një matematikë kalkulative shumë e qartë e qendrave të veçanta që pretendojnë ta mbyllin hidhërimin e thellë që gjoja pas ka pasur Serbia me humbjen e kolonisë së fundmit në Evropë, me turpin e Evropës që është e vërteta, Kosovën, duke e kompenzuar me Republikën Sërbe atje.
që është vërteta Daytoni I kishte krijuar këtë, si thush, derë të vogël të daljes, të zgjidhjes së kontrolluar, që e quajte me drejt. Çështja është se a mund të bëhet një zgjidhje kontrolluar e kësaj natyre duke shpërbër Federatën Bosnjake, duke e plotësuar vetëm si thush oreksin gjeopolitik të Serbisë dhe thuash se ke përmbyllur procesin e shkërmoqjes së ish Jugosllavisë. Bosnia nuk dallon shumë nga Maqedonia. Madje Maqedonia është ekskluzivisht e përbërë nga dy entitete politike, jo, por dy popull që krijojnë e përbërën këtë shtet. Dhe ndarja e Maqedonisë pastaj gati thujse pas shpërbërjes së Bosnjës është proces gati thujse I pashmangshëm. Nuk bëhet këtu fjalë më për Kosovën, sepse Kosova tashmë është etabluar si shtet I pavarur dhe Serbia sado që skekla si thuhet në gjuhën popullore të Prishtinës e ka kuptuar qartë se ka humbur përjetësisht Kosovën. Nuk mund ta rikthej Kosovën. Madje ajo as nuk tenton ta rikthej plotësisht. Ajo thjesht mëton që të marrë një pjesë më të qëndësishme të Republikës së Kosovës që ka të bëjë me pasuritë minerare, por jo më shumë, sepse ka të qartë që nuk e mban dot zërat e arsyeshëm ndjes. Pa problem. I zan jam. Dhe në këtë kuadër Bosnia është testi I zgjidhjes së problemeve, por në mënyrë të kontrolluar, kjo mund të bëhet, dhe duket se në këtë hulli po hym, sepse me Daytonin nuk ishin të kënaqur asnjë palë gati thujse. Çështja është se edhe brenda Federatës Bosnjake, elementi kroat pastaj do të mund të tregohej jo lojal ndaj ekzistencës së një federate që do të përbëhej vetëm nga kantoni kroat dhe pjesa tjetër bosnjake. Dhe në këtë kuadër sërish lindin probleme të tjera. Nuk kam idenë se si do të përfundoj pastaj impenjimi I thellë I Serbisë në malin e Zi, sepse në rast se do të shpërbëhej Bosnia si federat, edhe ekzistenca e malit të Zi në këtë përbërje etnike dhe me këtë hartë demografike që ka mund vihet në pikpyetje.